Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Ç'na porosit Islami për prindrit? Foli prindit me butësi e fjalë fisnike. Dëgjoj ata e mos I shiko me fytyrë të mërollur. Punoje me sot që t'ua bësh qefin atyre. Përgjigju thirrjes së tyre me të shpejt e buzagaz. Nderoj shokët dhe të afërmit e tyre gjatë jetës dhe pas vdekjes së tyre. Edhe nëse dëshiron t'u shpjegosh diçka, bëje këtë me edukat e sjellje të mirë. Mos u fol me zë të lartë dhe ngrihu në këmbë për ta në shenjë respekt. Ndihmo nënën në punët e shtëpisë, pa u vonuar në ndihmesën e babait po ashtu. Mos merr rrugë në qoftë se nuk të japin leje për këtë. Mos ul pranë tryezës së bukës për atyre dhe jepi përparësi në ushqim dhe pije. Mos ul në vend më të mirë se ata. Në radhë të parë ta nderosh nënën, pastaj baban dhe dije se xheneti është nën këmbët e nënës. Ruaju që të mos zemrosh ndonjërin prej tyre se të gjen belaja në këtë dhe në botën tjetër. Kur të kërkosh diçka prej tyre, folu me fjalë të buta dhe falenderoj pra ata. Mos u zemro nëse nuk u përgjigjen kërkesave tua. Lutja e prindërve pranohet për të mirë dhe për të keq. Prandaj ruaju lutjes së tyre për të keq. Sillu mirë me të tjerët dhe mos I fyej prindrit e të tjerëve se me këtë ke fyer prindrit e tu. Vizitoj prindrit sa të janë gjallë dhe pas vdekjes së tyre jep sadaka për ta. Shtoj lutjet për ta duke thënë: O Zoti im, ki mëshirë ndaj tyre, siç kanë pasur ata kujdes ndaj meje në vegjëli. Pra shtoj lutjet për prindrit e tu, kujdesu për ta, sepse Zoti do të jap mirësitë pafundme në këtë botë dhe padyshim shpërblim do kesh xhenet.